Njomza më pëlqej kur tha që kanë kontribuat sa kanë mujt me një fotografi, me një copë veshje që ju kanë bit. Dhe me thonë, ata po kënaqen me faktin që diçka e mirë po shfaqet për ta. Ka qenë, me thënë të drejtë në fillim, kur kemi fillu diskutimet me familjet, në një farë forme kanë hezitu. Apo? Kanë hezitu në atë se, po kjo është diçka shumë e vjetër familjare. Me ta jo, apo në mbes pato. Po momentin kur janë prezentu që këto gjitha do të ruhen në format të veçanta, janë materiale të cilat i ruajnë, nuk dëmtohen, dhe mbi gjitha qëllimi i kësaj qendrës nuk është për mja dhuru voras ose një individi të shërimit që të informojmë qytetarët, të ngrisim nivelin e diskutimit mbi atë se kush janë komunitetet rom, kush janë komunitetet ashkali dhe kush janë komuniteti egjiptian. Dhe me thonë është ngritja e informatave ose vedisimi për të tjerët rreth pleardhjes, historisë, kulturës, një farloj trashëgimie kulturore, çka kanë ndër veti komunitetet që duhet të njihen, cila ka qenë ajo për cilën janë njoft në këtë rast, për shembull komuniteti rom, çdo herë janë njoft si ndërfarkatarët më të vjetër dhe ka qenë nga ato zanate që janë identifiku, pse jo të mos prezantohen dhe të njihen si të tillë. Është një zanat i jashtëzakonshëm që fatkeqësisht në njerë më duke që janë edhe në zhdukje këto zanate që kanë qenë as të veçanta. Po nëse si që ka qenë edhe festivali para disa mujve që keni punu shumë, janë prezentu profesionet e tilla, qofshin edhe në zhdukje, si kur motivohen edhe trashëgimtarët aty në familjeve që ta vazhdojnë. Po urojmë edhe ne që të gjenë një ndikim sa do pak të vogël edhe në familje edhe në zhvillimin më të madh të këtyre bizneseve dhe këtyre profesioneve.